I vetëmi deputet, po që kam mësuar sy Sali Berishas, kur ishte problemi i diskutimit për ndryshimin e masës së sigurimit nga 2 përqindje në arrestpije, që jam ngretë e kam thonë mos ngjo as juristi ke këtu, mos a lëm partinë dorë flamurnokës, na morëm qafi kam thonë, se do ndryshoj masën e sigurimit, se është pamundur se institucioni zhbëhet. Pastaj kjo vendi dhe kam thonë një gjë tjetër. Ne do të atë që bëj sot Sali Berisha mbas një viti gjysmë kam thonë unë që do të shkojmë 2 herë muaj të vëmë ne përpara SPAK-ut me ty, që të thuash poshtë për politik, punë mbështet SPAK-un me aty që ka bërë kështu dhe pavarësisht sakrificës që unë bëj, por do të mbështet sepse alat më të mirë se kemi SPAK-un, nuk kemi njëri, asnjë alat që mund të kesh partie, se sa SPAK-u sepse duan qytetarët more, e duan 80% e njerëzve. A më kupton, nuk mund të thush dot organizat kriminale. Ç'është politika atëherë? Ne jemi super organizat kriminale. Se nga politika i bie atëherë që derivojnë gjithë. Korrupsioni më i madh ku ka qenë? Ekzekutiv, legislativ, po nuk ka bë. Nuk ka bë drejtësia u pastru. Apo ja, u pastru drejtësia. Në një farë mënyrë me vetingun. Revolucionare kjo që po thu. Jo, tani. Jo nuk ka thonë njëri, po në fakt Po ashtu është. Pastaj unë këtë po vuaj sot. Po kanë qerta thonë. Po unë këtë po vuaj sot. Edhe jam i vetmi njëri që kam thonë, nuk do të jetë kryeminist Sali Berisha, duhet një figurë përbashkuese. Sali Berisha do të jetë në krye të opozitës, krye e Partisë Demokratike, si i takon, i ka fituar me vota, ka shumicën e demokratëve dhe të opozitës, por për të bërë pjesë gjithë shqiptarët që të rrëzoshin e Rama në Partinë Socialiste, do duhet një figurë tjetër përbashkuese për kryeministin të kishte gjithë opozita një trup. Të marrë dhe pjesë. Një mozaik. Kjo është historia. Dhe jam i vetmi person politikan që kam thonë që s'do të kthehet, nuk do të vijë që të marrë partinë Argita Berisha, Maltesi. Jam i vetmi një integratë e mirë. Po pa diskutim, s'kam unë. Dhe i vetmi një që kam rraf me 6 mars 2022 në 6 bashki. Këto janë problemet e mia. S'kam unë asgjë personal me Sali Berisha më. Po fare më. Po fare. Bires, unë kam thonë që babai im shpirtëror ka qenë ai, si djatër si të gjërat. Babai që ka bë kokën në Rizaj, ai ka pas baba shpirtëror. Por tani ka ca kufi që nuk shkelen. Se qoftë do lëpijem për të marrë një mandat vetë, për të parë rrok. Po nuk jam shturpë, po s'kam mend, dur, kam, punoj, unë, familja, po çfarë jam unë? Unë jam sot deputet, jam ne. Unë jam kam ikun, as më bën përshtypje fare që kam ik. Okej, po zero të besoj, me beton, po flet gjumë më shumë, kemi lek më shumë, familja, gjë nuk ka gjoj, sepse fuqata ka shpenzime, është qartë. Ka më qartë. Të besoj që nuk tani, po më merrte mendja mua që fitoj primarët. Kryetarët e Berishas. Komisarët e Berishas, listat e Berishas, unë isha Sicili në Maltë me migrantët, votuan që respekt maksimal, derisa mbyll syt, Demokrat Peqin, Belq, Carrik, Gramsh, Elbasan, Librash, pak me Librash e Prens, po këto. Dola unë i pari në 22 katunari i Peqinit, mundi gjithë. Parë duke punuar aty për të zero për sytë e ballit. Zero. Me zero me besoj. Ka pasur akuza që në këto primare ca njerëz kanë dëjtur dhe unë prandaj quaj atë pa besueshme sepse kanë kërkuar votën e militantëve dhe këto lloj primaresh janë votat militantëve. Dritani Ila, zero. Kam qenë Sicili dhe në Maltë. Unë kam flet gjumë, kur merrshim mu telefon, Ariana Shiku që një kryetar politik. Ora po të mbroj votat, e më mirë më doli që Brazilia. Zero më po të betohem. Pse? Parimi dikush është. I thonë, po s'më desh antarësia. Ç'të duam? S'jam për punë. S'jam për punë valla. Do krijoj çarje kjo? Po, pikërisht. Do me thënë, antarësin, atë militantin e thjesht që vjen pa lek, pa gjë. Ka bë dëm madh. Në momentin që unë hedh votën, thot, ka bë dëm madh. Më beso ka bë dëm madh. Parimi, jo dashsula. Se unë kam një vinë tim kam një qafë që na bani të këtu, gjithçka amant lutem. Pata presione për të vazhduar dhe që unë afrova prapë Biholla Dorashkën, prapë për listë hapur. Ose më thanë mos i prapër. Si është as listë mbyllas hapur. Berisha tha që unë të kam saktuar në listë hapur. E sfidoj të vinë sy për vallë. Zero. Po zero më burr, po më gjë. S'është e vërtetë që të ka vënë në listë. Tani usrrejmër tan. Zero më tan. Se kolekti më thirrën, do mu zero më zero, as mbyllas hapur. Po, është vërtet me 13 maj, që ka marrë flamur Noka, deri ditën e hënë, 4 ditë mbrapa, kemi negociuar për të qenë listë hapur dhe kam kërkuar vetëm që të ikë një kandidat i Peqinit aty, sepse ishin 3 kandidatë djathtë, që turpit tash. Ne ndajmë tokën 3, pse 1. Atë ka thënë hiq njërin ti që të i kam kërkuar unë. Kam kërkuar unë që të iki një kryetar i partisë aty që të iki tani, mbasi kishin saktuar në listën e hapur dhe i kam kërkuar që unë post mora mbi 10.000 vota, kam thonë unë personale, që unë ju mbroj të 6-in, sepse 6-i ka kry punë në Elbasan tash. 95 është situata. Dhe këtë e them me bindje dhe di njoh me që do të thonë për një vend po luhet aty. Për një vend. Për një vend që mund të hahet 5-in.
ose mund të ngeli 500.000 me zor për punë vota shumë. Po të garantojmë këtë e ke gjallë Tan Hoxha analisin, ka sërët Islamin, nuk me kush ka qenë tjera, kur kam marrë telefon për 2017 dhe kam thonë 3 mandate merr PD-ja, tha okay, natë Lul Bashit i kam 2017 se unë se më thirri Basha atëherë, unë spranova për të kandiduar, i thash të vazhdo të provojni. Sepse ashtu bën puna partisë gjitha gjërat dhe përfunduan me 1800 vota Belesh me 2100 vota Peqin. Kur ktheva në 2000 se ishin, e çova me gjithë vota pa vlesh 5700 vota, që marr askot se liberisht 3700 që marr Belesh, edhe me 6000 sa Peqin, dy kishove kalu 2 fishin e votave. Edhe me unë mora 8000 vota personale plus pa vlesh mje që kishin bërë gabim ato rreth 9000 sa vota. Kur tjerët aty ishin me 1000 me 2000 vota. Çfarë them unë tani? Okej. Atëherë nuk të kanë futur as lista e hapur. Zero më për sfidoj këto. Or dali, më thonë se liberisht, dali më thotë mua. Dashi, kam qenë me një ish kandidat tjetër për deputet, Fitim Zektin. Po, ka qenë 2017. Po, në 2017. Në Belsh. Po, në Belsh. Dumre. Dhe i artikuluar, i ditur, i lexueshëm, por pa një partinë. Patjetër. Pa një partinë, e kupton. Unë smoj për naivitetin dhe për ndershmërinë e tij morale. Mori për sipër. Mori për sipër një diçka që ndoshta sepse kjo puna e votave është një diçka. Por siç në 2005 vijat e para nuk s'di kur rrotulloja kokën. Po pra po. Ta kuptosh. Prandaj bota ka politikan profesionist. E njohin si profesionist. Por ai tha një diçka, e njeh pak a shumë duhet i njohësh. Tani brenda po. Po, morfologjinë e terrenit. Tha, nuk kanë caktuar asnjë nga rrethet. Domethënë, Peqini s'ka asnjë, Gramsci s'ka asnjë, Gibrazi s'ka asnjë, janë vetëm 4 Elbasanli. Dje kam bën një reagim. 2 element ka Alisa Elbasanit, që është e tmerrshme. Një e para, nga 7 bashki 6 të papërfaqësuara, Peqin, Beq, Sarrik, Gramsh, Librash Prenjës, 0. Në 2000 ishin përfaqësuar zoti Gështenja mbulohet pjesës tjetër. Edhe unë mbulohet e pjesën këtej, e ke parasysh për fshati ka qenë edhe Qani Xhafa që mbulohet të Kurorën, Shpatin e Libinotin e gjithë që dhe patën të lloj rezultati. Dhe e dyta, hera e parë për 34 vit, komuniteti krishterë, do të thotë që është shumë i ndjeshëm. Ortodoksët, katolikë janë pak ortodoksia dhe ato që i thonë gjuhën popullore çopet, që janë të lagjë shënkoll gjithë pjesës e Elbasanit aty. Kush janë këta? Çopet, lagjë çopeve që thotë atë. Edhe janë papërfaqësuar, që ka qenë doktoresh Zheni Gjergji. Edhe patë dhe vajzat që kjo Alisa Balliu bashkë me Doris Madhe që ka qenë zërat e foltores, 3 vite ato, hëngër 10 shkretë, 4 vite. Mas e liberizme, gjithë mas PD-s, mas foltorët, gjithë gjërat, ato fshin. Pro një, pa njohër aty, pasaj në këtë forme. Kjo që, edhe vun, edhe një kandidat aty që s'du me e thënë në emrin, i pesti, doni primare, e vun vendim. Që të mund të shi? Për kjo presh, rënë e parimit. Kaq. Okej. Më bën përshtypje diçka, është i pari të moralizoti. Djali mirë, tapi i shënkup, po s'ka lidhje me politikën. Në Berat mori një rezultat dramatik kur ishte përpara 4 vjetëve, vetëm 2. Edmond Haxhinasto me LSI-n. Domethënë një vend LSI-a mund ta zëj kudo ku ka me bollëk, po jo në Elbasan për shembull, ku është janë ndoshta 2 emrat e tjerë nuk i njoh, po mund të jenë të rëndësishëm lokalisht, po nuk por këta 2 të parët mua më bëjnë e di çfarë më bën përshtypje, më bën përshtypje fenomeni që kjo ka për të krijuar thyerje të madhe në Partinë Demokratike. Sepse është menduar që neve do bëjmë një përfaqësim i cili do na japi më tepër fuqi. Po në zona, në lokalitete është problem em. Ja, po ta them unë. Lefter Gështenja pa të krijuar një shtrat pozitiv në Librash Prenjës. Dhe rezultati 2021 dhe mbrapa që matë kontakte shkonte gjithë gjërat. Pavarësisht me butësinë vet nuk ishte karizmën time, po themi të gjërat, por deputet me korrekt në bazë. Një, Zheni Gjergji, doktoresh, shumë respektuar edhe i komunitetit është ortodokse. Nga pa, edhe janë ato, ka qenë Jati sa ka qenë Semelusi Partisë Demokratike, në Rahmet Pas, shumë... Po, ka pasur ortodoksia në Elbasan, ka pasur shumë figura. Lera, Kalaja ka qenë me nom, janë të shih dhe pjesa e Shënkollit poshtë. Gjitha ato, që Zheni Gjergji. Dhe iku Geni Saj, që nuk ngelet që ishte kryetari i partie, do duaj një Elbasanli tjetër i partisë, edhe unë, edhe të ishin sigurt që në rastin më të keq, rasti më të keq ishin 8-6. Sepse Elbas 8 pësaj është më avantazh.
me vota, që tim realistët. Ne mund të tentonim 7, por mund mos e kapni fare. Po 86 ishin të fiksuar të gëzhduar. Qenia ime, Lefte Gështenjë dhe Zheni Gjegjit në parlament. Por Berisha preferoi të kishte listën e sigurt sesa një rezultat të mirë. Këti pra, edhe për hir të vërtetës ka dhënë efekt lista Elbasanit është lista më dobët dhe më demaskuar. Edhe Shkodrës lën nam. Dakor, por kjo demaskuar këtu herë herë është bë shumë, Elbasani ka 3 javë, ka luajtur 3 javë vetëm merret për mushët një muaj, me datë 12 mushët muaj, që vazhdon vetëm Elbasani, Dajzula, Lese Balliu, Doris Madhi, ky ai, Zheni Gjegjit. Po pra, është problemi i madh i mosparfaqësimit. Mosparfaqësimit dhe komuniteteve edhe bashkive, i cili në mos gaboj vjen i treti mbas mi 4 mbas Durrësit, Tiranës. Jo. I treti, Durrësi tash u shtu një. Ne kemi qenë me 4 mandate, ne 16 Fieri edhe Tirana. Po pra, ka qenë një... I treti, vendimtar, dhe them unë shpresoj që qeshit në parlament kur e thonë, ne jemi qarku që kemi 2 shtete kufi. Maqedoni dhe Italinë, sepse 10 kilometra del në det në Vilbashtov, në Rogozina. Qifimi Italinë. Gjatësor komplet për kuvizohesh me skaparin e ne nga Gramsci, e kuvizohemi këte me Biz Martanesh, me Borrellin, me Korçë kras tjetër. Tasha duhet dhe qikë si listë humsa kja. Ta thash pra, nëse ju se pa të vëmenje, po që ta thash që perceptivi... Jo, listë humse, tham në rang republiket. Këte po them, që bëjë Rama? Gjithë kuajt politik i la jashtë lisa, që dërmohemi njëri tjetrin që të vinë. Është efektive kjo? Pa diskutim. Aty ka 2 mënyra. 2 mënyra. O du luftosh për gjitha, dhe mos kesh mbrojtje vetës dhe lush në sulm. Në ekip që lu vetëm mbrojtje, mi janë është çështje kohë që dëhash, mi janë minutash, mi janë golin. Ska nota ja pun. Bëti autobus para. Po kthehet te futbolli. Po do kthehesh, s'ke nota, shef ekipet. Pra mjeti më mirë është sulmi, që të mbash kundërshtarin me ne, Kosovës si kishte gjithë rrihet ty, bëmë të vjen deri portieri aty mes i fushës. Dhe Rama këtë bëri, që 25% i vuni 3. Mati ca emra, tjerët pastaj ka vënë luftë, që një pjesë aty do digjen gjysma. Edhe karrierë politike. Kurse Berisha i bëri në mënyrë budallik që na dogjen në karrierën në të lloj forme. Na futën aty, si thonë. Ora ti mos aleta këto janë keura tabak, kem fal keura Elbasanit, unë tim Gramsci ta kapun, po se kap dot unë, hyni në parlament ai. Se kap dot, ta kupton. Dhe bëri të lloj listëm janë mbrojtëse, që është budallik. Në një kohë që figurat që ktheu, ka këtu figura që s'kan pas vota, sepse 2021 pa një element, pavarësisht që ishte kot prap i deformuar, por ama në vota preferenciale tregoj kush ka vota valla, kush ka. 100 populli vati. Primare tregon 100 populli, 100 demokratët. Ti nuk mund të bësh tash që mi vota, me 5 vota tash, ta fusesh prapë në sigurt. Po ç'mendori, ç'arrit ti? Ose tjetër gjë, them tjetër gjë tash. Analizë, sepse kam njëri që ka bërë analizë atë. 96 deputet kam haruar. Për 44 bëhet kjo fjalë. Tani, në një kohë që për shembull me Shkodrën di, PSA nuk ka për listë hapur Shkodër, e fiton PD-ja. Në Kukës, listë hapur PSA skalla, o kot, garon kot, ka fitu. Në Berat ka kryer punë PD-ja, se 2 ka marr. Flasëm gjithmonë me votë 2021-shit, gjithmonë. Po. Gjirokastër, një rrije i aty. Du me thonë asë emrin, se më kërë thane 2 biznesmena në Gjirokastër takove. Gjirokastër e kanë fute monumentet e kulturës. Po që thata, se flasëm me të gjuhën e vetë, ata qana, bëdë, më falë për shpejnë, thane një qëndë vitë në të votonim e në thate, për kaj, pëse e boni kështu, në Vlorë, ke kry bun, ka pëse, pra janë disa qarqi që nuk garohet fare. Nuk garohet fare. Dhe ka një element që nuk e thonë mediat tani se din, por ne që po ndjejmë tani, nuk po bëhet më luftë ose nuk po bëhet garë për SPD më. Ta dishë, edhe garantoj vetë, po bëhet garë mbrana llojit. Edhe PD edhe PS. Po e vërtetë është. Jo garë. Sepse ndihet në mungesën e konfliktit. Dëgjoj. Shikoj s'ka atmosferë vërtetë. Të gjithë tash i japin materiale, mund që jam njeriu libra që kush kërkojnë, maj, gjatë, gjithë kanë ardhur edhe japin materiale gjithë tjetër që sulmojnë njëri tjetrin vëllai, kupton tash. Edhe me gjë më kujdes. Vjen ke vota më thjesht. Ke vota militantit. PD-s, siç e bën Luciano Boçi 2021-shin, thoshte, "Çel punë vëllai, më jepi mos, unë nuk ngraj se këto kanë sigurisht të tjerat." Dhe këto PS shkojnë ke votat sepse marrin më lehtë votën edhe nuk vjen ke vota grisë se vota kundërshtarit. Të njëjtë gjë bëhet PD-ja, që të garantoj vetë vetë valla. Apo ç'a budalliku? Mirë, dashin, nuk me iq një kuriozitet. Kjo metodu e Hersit që thyet, po u bë dhe për para 4 vjetëve, dhe kjo rrezikoi PS-n, është me 30.000 vota diferent. Dgjoj, do të kishë kjo gjë që për të vërtetë është pak siç thot propozimi që e tha Damian Gjignori që Hersi u laqet binte.
mjaft ishte policë mbyllur, që do ishte po më mirë, or mund të hapur 14 Elbasane, të 14 valla kush ta ketë rrisë për të fituar më valla. Sepse aty maksimizohet vota pastaj, nuk ka ku të vjes, ke zero probleme, je gjithë me start si gar maraton, kush ta rri fundin ndajtë, parë, dyti, treti, 14, 15 ikën në shtëpi. Edhe kjo është normale. Ose të mbyllë partia, mbyllë fare më aty. Që gjithë dinë që janë gjyqësorët që thonë që nesër do kemi një vend në pushtet me këtë formë, do garojnë të parët. Kjo është qasja. A kupton? Dhe ato mendoj që ta ulin hersin nga 9 sa që ishte, shkote ke 7, 6 që prap mbyllë dhe që rrezikonte që edhe i pari deri 5 në Elbasan, PSD, mos le gjumë më atë. Këtu është një këtu që ndis të Tiranës në orë 2 në rreth, 3. 3 në rreth ata gjumi. Se ka problem. E që ti pështi ti? Të një shikoti kush bën gartu. Jori të Bagu, Dhurata Qupi, Ali Mehmeti, Aslan Dojani. Tjerë të dhja, se kam flenë gjumë të ndaj. Budallik propozitën, që ti isha unë, e kam thonë, dhe u ka votuar kundra, e kam thonë të liberitës të gjithë, edhe grupë parlamentar. Detyrë për të bëzjelë se ka opozitë më thotë, e ka majoranca. Mos votori as kota si gjë, jo vendimi që ka të mos implemento, aty të rri. Le ta zgjidhin si dojnë, le të rri si dojnë. Dhe këtë i jep ti mesazh qytetarëve që unë këtu halle për të ardhur. Jo, bëj sikur teatri, rolin negativ e ka marr PD, rolin pozitiv e ka marr aty, rolin negativ urrejat në teatr, në film, apo jo, si kena mëne. Dashi, të ka vajtur në mendje që të garojë me partitë edhe Rama ta bëri një ofertë, edhe këto partitë e reja të ngatmuan bile u fol që ti u futet e listat e... Ishtë një divizje momentale. Thjesht për presionin të gjithë të mive që ore ja marrim ne aty letë aty qerve ne ja marrim ne mandatin e këtij gjëra. Edhe i thash, hajt mo, i thash to di. Ma kërkuan ato, që të jenë 5 subjekte. Unë s'kam telefonuar një përveç agron shetjes s'ma ka kërkuar. Se duhet të jem shumë, nuk di me rretun edhe. Nuk di me rretun, kam të merr rretun edhe, do të thuj. Edhe nuk ashtu. Tjerët më kërkuan, i thash, jo, gjysë në fundit, hajt më edhe diskutuam as gjëne. As gjysh tek se kodi zgjedhor ka përcaktuar që pjesë e parë në Elbasan është e mbyllur, në zotim janë. Se pyetej nesër do të di. Me mandatin i thashë, kush janë të dy? Janë njerëz kot, janë njerëzit tonë. Po mimi që janë kot, do vëjë një rrap kot timin. Aty se kot nesër i thashë ai do thotë se kur merr mandatin provoj herë tjetër dashur të vjen në parlament. Paktën ai robi imi thashëm goca, nipje gjithë. Thotë i ke daj, thotë të rriun, rrit ti paktën në fisi. A kupton se kështu. Pas ka qenë të bjallzuar, të vegjël po të bjallzuar. Bjallzuar thashëm, po mi mori thashëm, unë nga padrecia ika, bi pra padreci pastaj do ishin naivitet politik, ishte budallik politik i imi. I këti mërit e shatyre, ai Lapa, Adretik Lapa ka bërë gabimin politik jetësit, se mandatin e parë që të merë në Elbasan. Se merë gjithë demokratët, ishë me mua, 100%. Pjesë e lëvizën, pjesë që zdojshin ke pesë, dhe merë shë unë, se s'la ko për pavarë, mos, ishë kërë pavarë. Po që s'kisë ishe marru, ishe marru ajo, se këte kam thonë Flemunor, ja kam thonë në sy. Detyrim, kaq detyrim ma keni, dhe ishme kam thonë, atit. Kaq detyrim ma keni që më thoni, nuk jem shof rrugën e vatin. Kjo punë që në tetore, në shtatore të vitit kaluar, pa burnia e banë, moment funit.